është për të habitur, unë e kam shkruar, që një kryeministër që thotë kanë fituar 3 mandate nga socialistët dhe me shumë deri 83 mandate, të shkojnë në një shtet fqin që unë kam një veçantë për Italinë, të mbledh biznesin italian dhe të thotë atyre sy për sy, hajde në Shqipëri, se në Shqipëri nuk ka sindikata dhe Bangladeshët në Shqipëri nuk do bëjnë dot sindikata. Kjo është tipike dhe ju dini që një nga ndarjet e kryesore të djadhve që kanë idhur Adam Smith dhe ju referohet veprën e tij në të vitit 1776. Edhe filozofi moralit. Po ai bëhet edhe element moral dhe tu deklaroj që hajdeni se s'ka sindikata. Pra hajdeni dhe përdorni popullin e vendit tim si sklever. Kjo është e tmerrshme. Dhe këtu sindikatat më shumë bjetojnë për të marrë një lek nga buxheti i shtetit se sa të jenë një fort, sepse ishte pikërisht Thatcheri në bashkëpunim me Reaganin, ata që vunë në themel të filozofisë të tyre shpërbërjen e sindikatave. Po zoti Rama ka këshilltar Tony Blairin. Dhe jo tani Tony Blairi ka profilin e tij publik tashmë si këshilltar, ndërsa si politikan, ju e dini shumë mirë, edhe pse vajti deri tek mandati i tretë dhe nuk e mbajti marrëdhënien me Gordon Brown, që është një nga mendet e ndritura sot në financat ndërkombëtare, qeverisi me qeverinë e Guzhinës, këtë model që ka marrë Rama. Pra, ai nuk do t'ja di, ai nuk konsultohet me ministrin e arsimit për arsimin, nuk konsultohet me ministrin e financave për financën. Ai ka një grup këshilltarësh të mirë paguar nga ai në gjitha mënyrat e mundshme dhe qeveris vetëm me ata. Edhe nuk e di nëse përfshin në një ministër, se Tony Blair, për shembull, këtë Peter Mendelsohn e ka pas në kabinet dhe ka pas një nga ministra më influencues. Ka pas vëllezërit Miliband. Miliband ata u përçan. Njëri me Tonin, tjetri me Gordon Brown. Kështu që dhe me forta që ky thotë që po jo Blairi është një model në politikë. Ka një Gordon Brown zoti Rama? Si ja, se besoj. Ndoshta zonja Ballukupç. Jo, u mundua të ishte Hausman, por dhe ai ka probleme tani pas skandaleve që ka ndodhur në Amerikë dhe pas skandalit që ka ndodhur në Shqipëri. Nuk ka lidhje me skandalin e Spain, po me skandalin që ka ndodhur në Shqipëri, ku është në hetim ndarja parave për një projekt të bërë nga qendra që ai drejton në Universitetin e Harvardit, fatmirësisht kanë për një vit atje në leadership, dhe probleme që kanë lidhur këtu. Ajo që unë duhet të theksoj në këtë diskutim është e vërtet që është ngushtuar distanca ideologjike. Ka rënë ato si thuash, për shembull prapë me Gordon Brown duhet të ta them edhe Blairin, ata e di pse u quajtën laboristë të rinj, sepse në statutin e Partisë Laboriste ekzistonte akoma koncepti i shtetëzimit. Dhe kur këta e hoqën nga statuti, dhe kjo është vërejtje edhe për juve, profesorët e shkenca politike i bën memo dhe thanë mos e hiqni, sepse kur ndodhi kriza 2008-s e bankave, Gordon Brown krijoi modelin e menaxhimit të krizës së bankave në Britaninë e Madhe, po dhe tër botën, që kur nis një flak e protest depozituesve, nuk ka siguri më të madhe se sa shteti. Dhe shteti e shtetëzon, ulen tensionin sociale dhe pastaj rishet. Kështu që gjërat nuk janë kaq spontane. Në aspektin e si thuash thelbit të rilindjes, që nuk ka lidhje me thelbin e PS-së dhe ju e vlerësuat, unë mendoj që Rama, duke mos kuptuar gjë, edhe duke qenë se i ka shumë të dobta, bile unë shpeshherë i kam thënë dhe nanos në një debat, që ai nuk ka asnjë qelisë shtetformuese. Mbani mend spatën që mori? Ai tregoi që unë do të drejtoj me spatë. Dhe në këtë aspekt ndoshta librin e Machiavellit Princip mund ta ketë konspektuar edhe nga një në rreshta, që vetëm to rreshta lexo, por thelbi i dallimit midis leadershipit machiavellist dhe atij që është sot është i madh. Machiavelli thoshte më mirë të më kenë frikë se sa të më duan. Dhe gjithë qeverisja e Ramës është në këtë model. Ndërsa e mbyll këtu, ndërsa liderët sot në gjithë materialet që unë lexoj në leadership, se kam kohë të mjaftueshme, thonë janë të suksesshëm, janë produktiv, janë të dobishëm ata lidera që udhëheqin me motivin më mirë të më duan se sa të më kemë frikë. Zoti Malaj, duke parë bilancin e këtyre 13 viteve, duke ndjekur vetë zotin Rama, Ministrin e Financave dhe të tjerë, në deklaratat e këtyre publike i referohem, ata kanë thënë shpeshherë që ne i kemi mbajtur premtimet tona. Pra ata në 2013 kujtoj që ata tanë taksimi drejt.
300.000 vende pune, shëndetësia falas. Këto ishin premtime e kyçe dhe sot ata bëjnë një bilanc dhe thonë që ne kemi ulur borxhin nga 74% e kemi çuar në 54%. Ne kemi reduktuar deficitin për 12 vite buxhetar. Po, bëjnë këtë bilanc. Kemi ulur papunësinë. Pra, në të gjithë parametrat makrofiskal, ata thonë që ne kemi arritur rezultate në përputhje me zotimet tona të hershme dhe kemi ngushtuar hendekun fiskal. Por, në fakt, që në mandatin e parë të saj është taksuar puna dhe profesionistët shumë më tepër se sa kapitali, ndërkohë që kapitali i ul nga 15% në 8% dividend. 8%. E para, ne themi për statistikat, që kanë disa, thuash, veti. Pra, ne themi që ka gënjeshtër të madhe dhe gënjeshtër më të madhe që quhet statistik. Vile në universitete elitare, merr kurse si të manipulosh statistikat për të avancuar idenë tënde. E dyta dhe më e rëndësishme që përputhet me Shqipërinë është që statistikat janë për politikanët si deuri që kap shtyllën, vetëm për të mbajtur.